Gostivari ka veshur uniformën e sportit dhe ka hapur dyert për një epokë të re kampionësh. Karateisti me famë ndërkombëtare Berat Jakupi ka kurorzuar me sukses një tjetër mision të madh, kësaj radhe jashtë tatamit. Pas një karriere të pasur dhe të mbyllur me dinjitet pak muaj më parë, ai ka jetësuar ëndrrën e tij të fëmijërisë, inaugurimin e qendrës moderne sportive Aziart. Kjo hapësirë e re nuk do të jetë thjesht një palestër, por një tempull i vërtet ku do të edukohen gjeneratat e reja të sportit, duke u ofruar atyre kushte dhe rekvizitat që dikur u mungonin pionerëve të kësaj fushe. Për vetë kampionin Berat Jakupi, ky investim është një premtim i mbajtur ndaj të rinjve të Gostivarit. Karriera ime u mbyll në mënyrë dinjitoze para disa muajve dhe ëndra ime prej fëmijë ka qenë që në Gostivar sportistët, gjeneratat e reja, ato të cilët ëndrojnë bëhen sportistë të mëdhenj, të paktën t'i kenë kushtet elementare sa i përket sallave, rekuizitave, sepse mund të them lirisht që ne si sportist kemi patur edhe mungesë të rekuizitave, ku çështjet më jetike të një sportistit nuk i kemi patur dhe ëndër e kam pasur që ndonjëherë të kem mundësi që të mundsoj të rinjve që të paktën në aspektin e bazës, në aspektin jetik të sportistit, ta kenë këtë mundësi dhe ja pas disa viteve punë, sakrificë, lodhje, arrita qëllimi që në Gostivar të hapi një qendër sportive e cila quhet Aziart. Aziart vjen me një koncept gjithëpërfshirës, ku përveç arteve marciale, hapësira u dedikohet të gjithë atyre që synojnë performancën maksimale, humbjen e peshës apo disiplina si crossfit. Një vëmendje veçantë do t'i kushtohet edhe riaftësimit të sportistëve pas lëndimeve, një eksperiencë kjo që Jakupi e njeh mirë nga karriera e tij. Në këtë qendër, jo vetëm sportistët, por edhe ato të cilët kanë dëshirë të merren me aktivitet fizik, siç është crossfiti, njerëzit të cilët duan të humbin peshë, njerëzit të cilët duan performancë, po ashtu meqense se kam shumë eksperiencë edhe me lëndimet, kam patur shumë lëndime dhe jam rikthyer shumë herë mbas lëndimeve, edhe këtë pjesë kam si breng që mbas lëndimeve sportistët mund t'i rikthejmë në formën më të mirë të mundshme, me pak fjalë do të bëjmë edhe rikthimin e sportistëve në formën e duhur. Po ashtu, në këtë ditë vendosëm që edhe provimin për breza ta mbajmë, si çdo vit tradicionalisht. Këtë vit kishim nderin që të kemi mysafir special ambasadorin e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, zotin ekselencën e tij Denion Mejdanin. Dua të falenderoj publikisht për prezencën e tij, meqense jep një kontribut të veçantë tek ne shqiptarët në Maqedoninë e Veriut dhe për ne ishte kënaqësi e veçantë. Patjetër që qendra është e hapur edhe për fëmijë tjerë të cilët duan të merren me sportin e karates, po ashtu edhe sportistë të cilët duan të ringritin formën e tyre fizike, me pak fjalë performancën e tyre fizike do të kenë mundësi që të përgatiten, po ashtu edhe për personat të cilën duan rekreativ apo të humbin peshë, do të jetë e hapur qendra apo crossfiti nga ora 17 deri në orën 22. Kjo festë e madhe e sportit mblodhi në Gostivar personalitete të shumta. Mes tyre i pranishëm ishte edhe ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, ekselenca e tij Denion Mejdani. Në fjalën e tij, diplomati Mejdani vuri në dukje se diplomacia e vërtetë dhe ardhmja e një shoqërie ndërtohen pikërisht këtu, në sallat ku formsohet karakteri i rinisë. Kam ardhur në këtë qytet ku kam qenë, besoj 11 apo 12 vjeç nga Shqipëria për herë të parë, edhe të kthehem tani nga ai adoleshenti i dikurshëm në një ambasador për herë përjetoj dhe shoh një qytet që zhvillohet, po një popull po aq mikpritës. Edhe është një kënaqësi e veçantë të jem sot në Gostivar, që siç e thash, qytet me traditë, energji dhe potencial të jashtëzakonshëm njerëzor. Ditë ju them që diplomacia nuk ndërtohet vetëm me takime zyrtare, ajo ndërtohet edhe këtu në sallat e sportit, në investime tek fëmijët, tek të rinjt, aty ku ndërtohet dhe ardhmja e shoqërive tona. Prandaj më vjen shumë mirë që sot inaugurojmë një hapësirë ku do ndërtohen
karaktere. Se sporti nuk prodhon vetëm kampion, sporti pikë së pari formon dhe njerëz më të mirë. Karatea të mëson të jesh i fortë, por dhe i përmbajtur, të fitosh me dinjitet, të humbësh me dinjitet, të respektosh kundërshtarin, sepse kundërshtari nuk është armiku yt. Dhe është ai që të ndihmon të bëhesh më i mirë. Dhe ky është një mësim që vlen për gjithë jetën. Të dashur karateist, sot do merrni brezat e rinj, mos e shihni si fundin e një rruge, shiheni si fillimin e një përgjegjësie të re, se brezi nuk tregon vetëm sa teknika dini, po ai tregon sa disiplinë keni. Sa respekt tregoni, sa karakterin të tonë çdo ditë, dhe mbani në vëmendje se brezi më rëndësishëm nuk është ai që do mbani në bel, është ai që mbani në sjelljen tuaj, në mënyrën si silleni me trajnerët, me prindrit, me shokët dhe me jetën. Ju uroj Beratit dhe gjithë ekipit të Asia Art për këtë nismë të bukur dhe për përkushtimin ndaj brezit të ri, se çdo qendër sportive është një investim shumë i madh se sa vetë godina dhe është një vend ku lind ëndra, ku krijojnë miqësi dhe ku të rit mësojnë se suksesi nuk vjen rastësisht, por ndërtohet me punë, përkushtim dhe këmbgulje. Ju uroj suksese, ju uroj suksese çdo karakteristi sot, dhe jam i bindur se nga ky sallë do dalin vetëm kampionë të sportit, do dalin dhe kampionë të jetës. Përveç prerjes së shiritit të inaugurimit, dita e djeshme shënoi edhe një tjetër moment emocionues, provimin tradicional për gradimin e brezave të ri të karates. Sportistët e vegjël treguan disiplinë dhe teknik, duke dëshmuar se fryma e garës dhe e respektit është e gjallë. Në fund, në shenjë mirënjohje për kontributin e tij të çmuar në promovimin e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut dhe mbështetjen e pakursyer në të gjitha sferat, klubi Aziart i dhuroi një plaketë mirënjohje ambasadorit Mejdani. Ndryshe, nga sot, Gostivari ka një piknisje të re drejt majave të suksesit. Qendra Aziart do të jetë e hapur çdo ditë për të gjithë të apasionurit pas aktivitetit fizik nga ora 17 deri në 22, duke dëshmuar se me punë, sakrificë dhe këmbgulje, çdo ëndër mund zhndërrohet në një realitet kampionësh.